prishet namazi, sepse prishet abdesti. Ata të cilët kanë problem me hemoride, respektivisht me rrjedhje të gjakut, ata futen në grupin e atyne që janë të justifikuar, që quhen sahibul uzr. A prishet namazi kur ndodh që hemoroidet qesin gjak? Prishet abdesti. Namazi, Po prisht abdesti, tani prisht namazi. Po dyat prishen, kur prisht abdesti, prisht edhe namazi. Pra prishet namazi, sepse prishet abdesti. Por, ata të cilët kanë problem me hemoride, respektivisht me rrjedhje të gjakut, ata futen në grupin e atyne që janë të justifikuar, që quhen sahibul uzr. Sahibul uzr, ata që janë të justifikuar, sikurse kë, konkretisht që ka problem me hemoride, dikush tjetër ka problem me urinim, non-stop, apo pa kontroll, pik, urin, Allah i nderoft, dikush tjetër, ose tek femrat kanë çrregullime të pa kontrolluara, dikush tjetër ka ndonjë plagë në trup, dikush tjetër është bë operacione atje dhe me gypa kry nevojën, Allah i nderoft. Krejt këta quhen sahibul uzr, njerëz të cilët justifikohen për prishjen e abdestit. E çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton se këta persona duhet të marrin abdest për çdo namaz. Këta persona duhet të marrin abdest për çdo namaz. Abdesti merret pasi të hyjë namazi. Pasi të hyjë namazi. Hyn namazi sabahut me abdest, hyn namazi drekës me abdest. Dhe fal dreken, let pik gjak sa të dën, nuk e prish kë gjak, nuk e prish kë urin, apo qaj ndëtsin që del për trupit, nuk e aprish këtina abdestin dhe rrjedhimisht, edhe me që namaz nuk e prish, por i aprishin gjërat e tjera që e prishin abdestin. Kje nuk e prish, dhe vazhdon me këtë abdest, me fal namaz, me lexu Kur'an, me konsidru vetën se ka abdest, me fal nafile, çka të dën deri të hyn koha namazit tjetër. Për shembull për drekën e qeni, me momentin që dul dreka, hyri qendia, aty në abdesti ju prish, dohet prap me marr abdest. Tërsa nuk ka. Është mirë, natyrisht pa e dihet, sigurisht, por s'prish ja kujtu, që në vendet të ndyjës, për shembull tek rrjedhja e gjakut, me vendos në një fal, ndonjë diçka palloma, tesha, ku ta diun, në mënyrë që gjaku mos më kapën trup, në tesha trupit, se i nxjerr të lashe, por ato e din njerëzit natyrisht, për sa për abdest është kështu sa për namaz. Dohet me marr abdest për çdo namaz, edhe kaq. Namazi nuk bën me lan, për përsëris, sepse nuk janë të pakt, nuk janë të rralla a rastet, dhe nuk janë të pakt individet të cilët kanë falur namaz me vite, me dekada, por shkak se i ka ndodhur diçka dhe bë sahibul uzr, për shembull Allah i nderoft, plaket dhe nuk mundet me nejt pacht dhe e shtin pampersa plakën apo plaken. E shtin pampersa, plakën apo plakën, dhe dije ka, por s'mundet me nejt i pacht apo e pacht. Çka bën? E lë namazin. Pse? Thot s'po muj më fal, s'muj më pastratin. E shef gabimi vogël? Gabimi madh për një send vogël. Këtë do të me fal namazin, si pezëllohet namazi, nuk pezëllohet obligueshmëria e namazit, por krejt çka ndryshon është dohet me marr abdest për çdo namaz. Kaq. E pastaj nëse ka kush e pastron janë rën pamperse, nëse ka bë palat i tjerë, çështje tjera, po nëse s'ka kërkush janë rën ato. E ka të ndëtsinë e pastron, falet me to, abdest merr, falet. Po s'ka kush e pa abdest sepse është shtrit, merr me një faranet vogël, që atë me një gotë, për srati. Po s'ka mundësia sa ashtu, se si afronuj askush, dhe një fargurit vogël, të jastek, që atë një jastek, dhe mërtej ma, namazin, nuk bën me lan, o musliman.
forma namazit mund të ndryshoj, janë kame, ullun ratë të tjirë, shtërite, me abdeste, pa abdeste, me misharete, por namazin nuk bije, si obligim, si detyrë, nuk bije. Nuk pezëllohet përderi sa robi të ketë metë në kokë, të ketë vetë dijen, nuk I pezëllohet namazi.